Sot nuk është e hënë. Sot nuk është e hënë. Ndërkohë që ne do të shkojmë në thagma të tjera nga bota. Pra pasi kemi skanuar mirë lajmet nga vendi, është momenti tani të shohim ç'bëhet për Tejgardhit. Një rekord i ri global në TikTok. Videoja më e klikuar e ditëve të fundit, për tu habitur ose jo, duke parë çfarë ndodh vërtet, është një video që tregon asgjë tjetër veç se një ekran të zi. Pra, është një video që ka marrë 3.6 bilion shikime dhe që nuk tregon asgjë. Kështu që do doja të ngushëlloja në një farë mënyrë të gjithë përdoruesit shqiptar TikTokut, ose të paktën ata që nuk kanë arritur të shkarkojnë një VPN ose të gjejnë mënyra alternative për të përdorur aplikacionin. Të dashur miq, nuk jeni duke humbur asgjë. Ajo që kam parë 3.6 bilion njerëz në gjithë botën së fundmi është ajo që shihni edhe ju, një ekran i zi, asgjë më shumë. Unë s'kam TikTok. E lexova tek lajmet. Çunat. Po, mund të ndalohesh nga policia në këto momente. Një tjetër lajm, një grua nga një vend i huaj, cili nuk e kam të shënuar në lajm në fakt, ka marrë përsipër misionin e mundimshëm për të fjetur në thonjza me një burr nga çdo shtet i botës. Për momentin është në kuotën 40, pra për të në fakt nuk ka shumë rëndësi nëse qëndron në një vend dhe takon burra të ndryshëm, e rëndësishme është që ata të kenë pasaporta të ndryshme, pra nuk është e nevojshme për të lodhe dhe të marrë avionin dhe të shkoj. Ja ka thjeshtuar shumë punën vetes dhe me thënë drejtën na ka hequr edhe një goxha pesh nga shpina, ti rrofsh goc. Rezultatet ende nuk dihen, ne do të presim për të kuptuar se cilët janë më të zotët, edhe me siguri lajmi po ashtu do të bëj xhiron e rrjetit, sikurse ky i nisjes së misionit të saj. Një tjetër lajm, të qenit vetëm ka anët pozitive. Ju mbase mund të mendonit që dinit, por duhet zëri i një profesionisti për ta thënë, dhe këtë e thot një psikolog, i cili ka studiuar mes shumë rasteve të tij, dhe thot që jetojmë në një epokë me marrëdhënie toksike ku vetmia mund të jetë ilaç. Po mirë, tani çfarë më thot më tepër ky psikolog, më shumë se sa shpreha e famshme popullore që në fakt është e njohur botërisht, jo vetëm në vendin tonë, më mirë vetëm se sa në shoqëri të keqe. Domethënë nuk e di pse kanë ardhur këto kohë që ne duhet të na e thot një doktor që të rish vetëm është më mirë se sa të rish në shoqëri të keqe. Kjo ishte shumë interesante. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndaluar personelin qeveritar në Kinë të ketë marrëdhënie seksuale apo qoftë edhe romantike me shtetas kinez. Mund të tingëlloj në dukje një lajm i keq për amerikanët, për kinezët, por është në fakt një lajm i zi për diplomatët amerikanë, të cilët ngelen jo vetëm pra mallra made in China për shkak të taksave të vendosura nga qeveria e Trumpit të fundmi, por ngelen edhe pa dashuri kineze, pa masazh kinez, pa kuzhinë kineze, etj, si këto. Dhe i fundit për këtë grup ishte një lajm që të çudit, aq sa mund të çudisin të gjithë ato që lexuam më sipër. Flajen është emri i studentit të parë inteligjencë artificiale, se nuk dia si ta quaj, në botë që u regjistrua në një universitet në Vjenë. Stafi akademik ka deklaruar se ka vlerësuar dosjen e tij si shumë cilësore dhe se intervista e pranimit të Flajen në universitet ka qenë mbreslënse, kështu që ai mund të rreshtohet krahas kolegëve të tij prej mishi dhe kockash, ndërsa Flajen nga ana e tij ka thënë që janë këta copa mishi me 2 sy. Do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, Kedos, si mendon? Kemi këngë, edhe më mirë.